Lutem, regjia. Do të shikoni që ato që ka ndodhur tek arrështoja janë shumë të papërfillshme dhe përmend vetëm një shifër. Tenderi i ndonjësa blerja e tapetit që kishte e pandehura Belinda Balluku në zyrë shkonte 18.000 euro. Pra, për të mos përmendur tenderat që futeshin kompani me zero ofertë, sepse ishin tendera të paracaktuar, dhe mos përmendim tenderin e sigurimit të riskut, që ka detyrim një shoqëri e tillë, për të mos përmendur tenderin e pastrimit dhe të mos përmendim të gjithë ato shoqëri të cilat jo vetëm ishin të lidhur me drejtuesin e alt kontrollit, që de facto në fakt ishte e pandehura Belinda Balluku, por se si është denoncuar dhe nga Pluku, por çuar në spagana ime, se si motra e ish drejtorit të alt kontrollit, një guziniere në diaspor, vjen dhe na bëhet pronare e madhe e një parku fotovoltaik. Kështu që janë të gjitha këto veprime që unë në këndvështrimin tim e shoh që sado që përfitet Spaku nuk e mbron dot, ndërkohë kur flas për afatet e hetimit nuk kam në konsiderat. E kemi ne në konsiderat, Adriana, 80.000 euro për Sigjade. Për Sigjade, wow. Si e projekton vetën ti për shembull të shkelësh? Të shkelin asnjëherë. Pse të mund ta me shumë punë mund ta blesh. Di që bëhet me 80.000 euro, Flavio. Bëhen ca gjëra, ndërkohë mirëmëngjes Flavio në lidhje me temën. Një sekond. Në qartë kemi dhe një denoncim për çështjen e aksidentit të egjiptianëve. Dakor, që mi Bela Mafia, shtatzan dhe kështu ja hedh burgut. Edhe ajo do bëhet me tender, rrezik. Ndërkohë protest do të ketë as që bëhet llaf për plazh sot më shumë se kurrë shqiptaria është zgjuar. Amin, thot. Dakor, edhe është. Mirëmëngjes Flavio dhe Greta. Flavio, të lutem nëna bëj çik publike këtyre hajdutëve të Universitetit Juridik. Shkolla fillon tetor, bursat i filluan nga marsi për t'i ndarë. Shkolla ka mbaruar dhe lekët e bursave akoma jo. Ju lutem bëj publike se sa herë ju shkruaj ose ju telefonoj, i japin ata. Respekte pafund. Nuk kemi ujë të pim pa le tjerat. Nuk dim që të bëjmë më parë, thot zonja, dhe sigurisht e bëm publike edhe çështjen e bursave, po patjetër që do e japim. Ndoshta do rregullojnë siç është situata e avionëve të zjarrit, për shembull. E kemi zgjidhur. E zgjidhëm pas 4 vitesh. E zgjidhëm Greta, e tha Rama dhe po e tha Rama,